Dashur sot jena në shkollën Mitrosh Kuteli, e cila gjendet në Matiqan. Sot e kanë ditën e shkollës, se çfarë na kanë përgatit për këtë ditë nxënësat bashkë me profesor dhe profesoreshat e kësaj shkolle, rrini me neve sepse sot do të kena diçka pak më ndryshe se herave tjera, se çfarë programi kanë për ditën e shkollës, fëmijët e kësaj shkolle. Hajde me neve se po hina mbrana dhe peshumi se çfarë organizimi kanë bë sot. Unë e kam thonë, kur kam hinë këtë shkollë, kam pa pastërti, kam pa gjona shumë të mira, edhe ma interesantja, kam i thëregu diçka që ju se keni pa hala. Hajdi me neve dhe këshore çfarë punime kanë përgatit nxënësat e klasës parë për këtë ditën e shkollës. Është gjithçka me mjekësi, është shumë e mirë, ta din për organizmin e njerit, për zemrën, për botën, për mjekësin, laboratorin dhe shumë gjana tjera, rini me neve sepse dhe këtë erti të mushkënit këto. Në këtë botë të sodit, po shomi shumë padrejtësi. Shëndetit nuk për i bim fije, nuk përrujmë atë sa duhet. E këto nxënësat, kësaj shkolle, me këto punime bashkë me profesoreshën e kësaj klasë ose gjenerate, kanë përgatit këto punime shumë interesant. Se çfarë programi kanë për ditën e shkollës, rini me neve sepse gjithçka e mirë komendosët. Kina mu kënaq, si asni herë ma parë, sot, o vallahi, nga shka pjo thamë. Nëse sot, s'keni më na dhanë meritat e mjaftueshme, ka ma mirë kjo gjenerat që vërtet ta kënaqin zemrën, këto fëmija zakonisht shumë të mirë. Rini me neve se të këshymi se çfarë kam përgatit. Hajde shkojnë amrena. Ne jemi ekipet e robotikës nga shkolla jonë, Robolova dhe Robomasters. Si fitues të raundit të tretë të garës së robotikës në komunën e Prishtinës, kemi përgatitur me përkushtim një punim për ditën e shkollës sot. Kemi përdorur programin Scratch, kemi koduar çdo notë të himnit që përfaqëson shkollën tonë dhe kemi kthyer në një version të programuar. Në të njëjtën kohë, kemi programuar edhe robotin tonë që ndjek vijën e zezë, duke kombinuar lëvizjen e tij me melodi. Ky projekt ka ardhur nga puna në grup, kreativiteti dhe dëshira jonë për teknologji dhe ide të reja. Ju lutemi na falni pak vëmendje.
jenë kopur duke ngrënë shkronja. Dërmë o babi dërmë, dërmë të shkoj në loj, se të tataja, vetëm për një shkron. Nuk bëhet tataja, vetëm për një shkron, e abiri popit bashkë të ta shikoj. Për një dhe që ti se dhe, fjonate, bëhet e dhe shtëpia nget papit. Për një më që ti se vë, fjalami bëhet ik, gjve kështu për e besnik, a i thuhet një kuti. Shi pa shi, ko dhe më keq, për një për që ti se heq, fjala kuj, bëhet uj. Si të besnikut, bushe me lot, do të flas, por çfarë të thot? Lajmi i fundit. Në klasën e dytë është bulon një misteri madh. Kush më e jeni në tokë? Këto të arrestoj? Apo kemi të me një mister të mbinatëshëm? S'kam bërë gjë, dhe i trajime fluturoj vetë, si Superman, po kishte atërje mbosh dhe rakëto. Po ndështë letra ka shpirt, kush e dhe? Ndështë në një piknete që kërkon di, ose ndështë ka qenë vetë letra që ka thirrur din nga planetet, e ditë që keni bëtë për. Mos vollë, më shpandoz ma e fshirës që e letra notën, e kam borë në ëndër. Bini, është vetëm dhe ti në klas, i në fenurën. Do është mesazh nga universi, që në thot, mbani klasën pastër. Në rregull, dhe ti përsot, ne do të bëhemi detektiv. Kushtu do s'përdoj misterin e letra që shfaqet në klasë? Unë të bë një listë të gjitha dëshmi. Dëshmia e parë. Tira nga përfaqeshë gjatë gjithë kohës. Kjo shumë dishumëse. Unë gjithmonë kusqesh dhe kur has pinat, kjo nuk është në dëshmi. Gjeta një copë tjetër në tavolinën time. A është provë? Apo ushqim për fantozmë? Ha, e di që kjo është komplot i vërtet. Është gjithë shka fshirë nga lodra fshesës. Po fshesa ka një plan sekret dhe po përpiqet të fshetë të vërtetën. Do është mesazh nga natyra që na thot pastërti është fuqi. Pra, që është zbuluar detektiv. Ne zbuluam që letra është jetu nga vetëmi. Duke që Juliani me flet, harruam t'i mlilnin, dhe me thonë e ishe misteri. Dhe kur më rof neta, unë me dova se ishte UFO, por nuk ishte drita blu. Në fund të fundit letra nuk lëviz vetë, përveç nëse kemi ndonjë magji të fshirë në klasë. Morali historisë. Edhe misterët më të mëdha kanë zgjidhje të thjeshta. Duhet vetëm të shikojmë për rreth dhe të bëjmë pastër. Unë jam shumë kërnoj për ju, edhe pse nuk keni fituar në çmimin e detektivit. Fituar diçka më të rëndësishme,
kuptimin e përgjithësisë. Se qeshura nuk mundoj. Tati, kur do të ndihmoj të fshirë klasën? Unë do të jem shoferi i fshisë. Unë do të jam menaxheri i vetrave. Unë do të jam fjalimi motivuese gjatë fshirjes. Dhe unë do të organizoj të gjithë punën me listë dhe rregulla. Kjo është ajo që më pëlqen të shoh. Ekipi i klasës 2. Në këtë ditë, shpirti i shkollës ndez, ditën e diturisë që kurrë s'zhduket. Mi trosh kutedi, emri më, në çdo fjali mes rreshtash, na lën një gjumë të paharruar. Në pemën e tij, aq poeti shtigje, ku ëndrat fluturojnë dhe shpirtat ndrinë. Shkolla është flamor, është dritë dhe urë, një vend ku çdo fëmijë ngjitet në lartësi. Ditën e shkollës ne festojmë, me pasion dhe dashuri për dije. Në çdo hap, në çdo mësim, ne kujtojmë trushin që na dha dije. Për të, shpirti i dijes s'ka fund. Për ne, shkolla është një botë e pa anë, me dashuri për mësimin që s'ndalet në çdo ditë, çdo orë, çdo minutë që kalon. Betimi i nxënësit. Do ta dua vendin tim dhe heronjt e ti, që jetën e dham pa kursim, sot unë t'jetoj liri. Për prindrit, do t'jem fëmijë i mirë, e më i ndershmi qytetar. Dashurim për atë vejun tonë, gjithmonë zemër do t'a mbaj. Dhe një betim kam për t'a dhënë, që t'jemi dobishëm për atë vej. Gjithmonë me zell kam për të nxënë, për të ndërtuar jetën e re. Mirëmëngjes njerëz të dashur. Nuk keni nevojë për njëri tjetrin. Unë jam këtu, i mjaftoj ju. Kliko, shto, pëlqe. Harro botën reale. Shiko të meme, ka morë prezenticime për 10 minuta. Këto pastorit në gjas, i thash bëhë bukur në ukot. Filteri është perfekt. Sa po kalova nivelin 48, s'kam grëmë për doja ecën mirë. Do dikush të lexoj librin që mësua? Jo, miratar. S'ka më rryp, s'ka më wifi. Më falni, por përkohësisht jeni të lirë. Ua, çfarë ndodhe? Çfarë po ndodh? Nuk e postova pastore? Nuk po e gjej lojën, më ka humbur çdo çka. Më në fund, a mund ta lexojmë tani librin apo të luajmë ndonjë lojë si më parë? Ja, shikoj nëse sa interesant është kjo pjesa këtu. Wow, mos më ngeni sy, nuk po luani, nuk po postoni? Mësuan që është më bukur të qeshi me dikë përballë. Dhe që është më mirë mos jemi gjithmonë online. Dhe se mendja ka nevojë për shokët, jo vetëm për ekranin. Ju lumt, kjo është dita më e bukur e vitit. Teknologjia është mrekulli, mirë po njeriu është shumë më shumë se sa vetëm ne kemi. Ne jemi brezi teknologjisë. Është duhet të harrojmë që jemi edhe njerëz. Loja më e mirë është me shokët, jo vetëm me ekran. Lexo një libër, fol me një mik, qesh për së vërtetë. Sepse librat janë të zgjuar për mos lejeni që mendja të
këtumin e ish profesoresh e kësaj shkolle, edhe pse në penzion, ajo sa herë të është dita shkollës, ajo është e pranishme këtu në këtë shkollë. Përshëndetje, profesore. Përshëndetje, Ju jeni? Mizahete Gashi, pensioniste, e cila vite më parë kam punu në këtë shkollë si mësimdhënëse. Çfarë ndjenjë është sot edhe pse pensioniste vjen këtë shkollë për ditën e shkollës, edhe merr mirënjohje prej drejtoreshës? Po faleminderit, është një ndjenjë jashtëzakonshme, me të vërtetë. Mbas shumë vitesh, nuk do të thotë që janë shumë vite, por këto që i kemi lënë brapa, me të vërtetë na ngazëllën një kënaqësi, një emocion të jashtëzakonshëm për punën që e kemi kryer në mesin e fëmijëve shumë të mrekullueshëm pranë kësaj shkolle dhe një stafi të arsimtarëve të cilët me të vërtetë janë për lakmi. Çfarë ndjenje, sa vite ke qëndru me ditar në dorë? Po, mbi 3 dekada isha me ditar në dorë, jo vetëm këtë shkollë, pa dhe shumë shkolla tjera kom ndonë atë kontributin për gjenerata pas gjeneratave, brez pas brezi, cilët me të vërtetë kam kënaqësi ti përmendi edhe kam kënaqësi ti kujtoj ato gjenerata që për mu janë gjenerata të arta. Çka mon në mendje gjatë këtyne viteve, gjatë këtyne 3 dekadave të mësimdhënies? Mbi 3 dekada mësimdhënies, shumë çka ka, sepse nuk është një periudhë shumë e shkurtë, por një periudhë vërtet e gjatë, e cila bën me mendu edhe me i kujtu momentet e mira, por edhe shumë sfida të cilat na kanë shoqëruar vite me radhë, para lufte, sigurisht edhe pas luftës. Me natyrë tjetër, natyrisht. U bo lufta, gjatë luftës, para luftës edhe me page, pa page, na për shtëpia e na për... Po, gjitha ato i kemi përjetu me paga, pa paga, me përndjekje dhe sfida tjera të ndryshme cilat i kemi rezistu dhe jasat jemi ku jemi në lirinë e sotit. Çfarë mesazh ju kishte dhënë gjithë prindve, gjithë nxënësve dhe gjithë mësimdhënësve? Të kenë Mas pari pianisti me prind. Me prindër, mesazhi im është që prindërit të kenë një vëmendje të jashtëzakonshme në fëmijët e tyre, të fokusojnë vëmendjet në gjeneratat e reja, në edukimin e tyre, nuk do të thotë se në shkollë do t'i marrin gjitha, ato janë edhe burim i familjarëve, edukimi, më pastaj të jenë më të përkushtuar, të dhanun më pak të jepet rëndësi punës profesionale të tyre e më shumë fëmijëve, gjeneratave të reja. Mesazhi për fëmijë. Për fëmijët jenë më të kujdesshëm, më të vëmendshëm, më të ndëgjueshëm, të dinë të respektojnë të vjetrit, mësimdhënësit, mësuesit e gjithë stafin cilët punojnë për ta, për edukim të tyre, për një perspektivë të re për ta. Mesazhi për prind, për profesor dhe drejtoresh. Për drejtoreshën, mesazhi veç të vazhdon kështu me punën e saj, është e shkëlqyeshme, edhe mësuesit, arsimtarët, i gjithë stafi i përgëzoj për punën e palodhshme që nuk kushtoi në asnjë moment për fëmijë. Cili është mesazhi yt që ja jep mësimdhënësve krejt Kosovës, jo vetëm të kësaj shkolle? Mos t'i harrojmë peripetit e kaluara para luftës, t'jenë të përkushtuar dhe të punojnë sa më shumë për çështje kombëtare, të punojnë për të ngel rinia ajka e Kosovës në Kosovën e tyre dhe mos të kenë aratisje ose largim nga vendi tyre, nga rranjtë e tyre. Pyetja jeme është kjo, çka është arti? Krejt bashk mu përgjigj. Arti është veprim ose veprimtari që çdo kush mund të bëjë. Është një që njerëz shpërin. Arti është e bukura që krijohet përmes dorës lirë. Ka bre. Ja vha zemrën, jeni ma të mirët. Faleminderit. Ju të dashur miq, rrini me neve. Të dashur miq, jena këtu me drejtoreshën e shkollës Remzie Kosumi Racaj, e cila sot e ka ditën e shkollës dhe nuk
ka pështu sot pa e marrë edhe një intervistë për angazhimin e saj gjatë kësaj shkolleve, gjatë organizimit për ditën e shkollës. Përshëndetje, drejtoresh. Përshëndetje dhe juve. Drejtoresh, pianismi prej fillimit, që sa vite je drejtoresh këto? Është viti i dytë që jam drejtore e kësaj shkolle. Çka po na thu për shkollën? Unë sot, po ta tham shumë seriozisht, jam befasu për një pritje jashtëzakonisht shumë të mirë prej profesorëve. Sidomos arsimtar më ka dok vetja si në restorant ndasëm të mprit familjarët. Shumë interesant kjo. Një prej fushave të cilësisë në shkollë është kultura dhe mjedisi shkollor, kështu që nëse brenda shkollës nuk ekziston ajo fryma e bashkëpunimit, fryma e kulturës edhe e energjisë pozitive, atëherë në shkollë nuk mund me thonë se ajo shkollë i mbush standardet për shkollë cilësore. Sot është dita shkollës, një organizim jashtëzakonisht shumë i mirë. Unë për vete jam tepër shumë i kënaqur, një koktej me ushqime tradicionale. Ajo ban kjo që për javë kujtu fëmijëve brezav të ri, traditat tona, kulturën tonë që e kena prej vitesh. Do thotë edhe me kurrikulin e Kosovës parashihet që shkollat kanë obligim që identitetin kombëtar ta paraqisin te fëmia në gjitha format, nuk është vetëm është arti, është muzika, është vallëzimi, është kultura, tradita, zakone, gjithçka do thotë duhet shkolla ta ketë në fokus në ditët e caktuara, po dhe gjatë gjithë kohës ti përcjell këto mesazhe te fëmijët që fëmijët të dinë nga jem dhe nga vim dhe kush jem. Sot tham dita shkollës disa mirënjohje për njerëz që kanë kontribu dhe janë kanë dora djathtë e jotja prej fillimit kur kjo ardhë këtu drejtoresh. Çka po na thu lidhje me këto, nga çka je nis dhe sot një ndjenjë jashtëzakonisht shumë e mirë për këtë shkollë. Shkolla nuk ka fillu me neve dhe nuk do të përfundoj, kështu që unë kam gjetë këtë shkollë të udhëhequr nga dikush tjetër, prandaj personi i cili drejtori besim paraprakisht ka qenë dhe duhet ne gjenerotat e reja t'i japin kontributin dhe mirënjohjen që ai ka bërë për këtë shkollë disa vite. Pastaj te koordinatorja e cilësisë që është një promotor i zhvillimeve në shkollë, është krahu i djathtë i njime, ku na nuk asnjë aktivitet nuk organizojmë pa u koordinuar edhe me këshillin e mësimdhënësve dhe të gjithëve, kështu që në një farë mënyrë në shkollë koordinohemi dhe operojmë si ekip. Përndryshe nuk do të kemi rezultate të prekshme. Edhe janë edhe mësimdhënësit të cilët performojnë, sigurisht se performanca e mësimdhënësve dallon nga njëri tjetri dhe këtë rast edhe një nga mësimdhënësit të cilat çdo herë kur shkojnë në hospitimet në orën e saj, ajo më bën me kuptu që ajo mësimdhënëse i jep atë shumë zhvillimit akademik dhe profesional të saj, që çdo herë kemi risi, në klasën e dytë mendimi kritik është e fëmijët aq i zhvilluar saqë ndoshta në klasë të tjera më pak preket dhe jemi thtarja asaj që të kemi metodologji dhe mësimdhënie bashkëkohore ku fëmijët jo vetëm të na dalin lexues dhe komunikues, po edhe ato që ka lexojnë ta kuptojnë rrënjësisht se çfarë kanë lexuar. The më herët gjatë bisedës tonë që shkolla juve ka zënë vendin e parë, vendin e dytë, apo vendin e parë në robotik. Kjo është një lavdat dhe një merit edhe juve. Do thot me fëmijët bashkëpunojmë, ju japim atë hapësirën për me shpreh kreativitetin, po këtë rast kur kemi hasë që kemi fëmijë me programim të mirë, kemi qenë mandej pjesë e OJC-ve të cilat mirën me këto programe. Javën e kaluar kemi marrë thot konfirmimin që kemi qenë shkolla e parë nivel komunës dhe shkolla në vendin e dytë në nivel vendi që i vjen. Kështu që në Robonova dhe Robomaster, fëmijët kanë qenë të jashtëzakonshëm si shkollë. E kishte edhe një revistë për artin. Kjo bëri diçka pak më interesante. Aty është pjesa e artistëve të rinj, ku ata nuk janë vetëm artistë në kuptimin, po ata japin në sipërfaqe të gjithçka çka ka, se pjesa e albumit ose katalogut të artit përmban edhe doke zakone, edhe artin modern edhe dhe artin vizual dhe gjithçka gjitha llojet e arteve, kollazh ose portret ose teknikat e ndryshme të artit që i mësojnë fëmijët. Kështu që secili grup e ka në shkollë, se salon ka grupin e vet, po kësaj radhe kemi vendosur që te arti të nalemi dhe aty të
të bëjmë këtë pjesë ma atraktive. Raporti mësim-dhënës, prind dhe drejtoresh. I kemi shumë të shëndosha, normal, do të thotë edhe na kemi mos pajtimet tona për ndonjë pikë ku, mirë po gjithmonë komunikimi është ajo që i zgjedh gjithçka dhe në raport me fëmijët jam e pa kompromis, kështu që na jemi këtu për fëmijët dhe ne duhet me qenë shembulli më i mirë që ata mandej na ndjekin neve. Nuk mendoj se kemi hapësirë për mësimdhënës të cilët mendojnë se fëmia do të më dëgjoj mua. Këtë rast ne duhet t'i përshtatemi kësaj gjenerate, normal. Jo ti te i kaloj fëmia gjitha të rregullat, nuk lejojmë as ato. Mirë po, thjesht ne duhet t'i tregojmë fëmijëve se me një bashkëpunim, me një komunikim të vazhdueshëm, me mësimdhënie atraktive edhe fëmijët i afrojmë dhe nëse fëmijët ta don lëndën, suksesin e kit garantuar. Cili është mesazhi yt që do t'ja japshe gjithë drejtorive të Kosovës? Apo gjithë shkollave? Do thotë, unë mendoj se shembulli më i mirë jemi na duhet të jemi ata të cilët parë të fillojmë punën dhe mandej lokomotiva për cilët. Kështu që nuk mendoj se nëse na rrim këto dhe nuk japim atë mesazhin se na jemi këtu për me punu, edhe mendoj se kjo edhe neve na bën si shkollë që të kemi sukses, për shkak se, si më thonë, e para jam që në çdo aktivitet unë filloj, mandej gjithë edhe prind, edhe komunitetin, edhe nxënësit, edhe gjithë mësimdhënësit i kemi mbrapa. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Faleminderit juve. Sot e pam se ti ke qenë motori i gjithë këtij organizimi, sepse me pas në krye gjithë këtë organizim, është pak përgjegjësi. Çfarë ndjeni është sot edhe me marrë një shpërblim prej drejtoreshës? Mirënjohjet. Kush je? Pikërisht, unë jam mësimdhënëse e muzikës në shkollën Mitrush Kuteli. Përndryshe jam edhe koordinatore e shkollës. Sot do të thotë edhe çdo aktivitet tjetër, ne gjithmonë mundohemi me i promovu, me i shpërfaq talentet e fëmijëve. Mirë po dita e shkollës është ajo që na jep mundësi, do thotë që të kombinojmë talente nga më të ndryshmet, përveç atyre artistike, do thotë muzikore, edhe qofshin vokale, instrumentale, po edhe shkatësit që shi vrejtëm aty, do thotë në nxënësve në teknologji, edhe recitalet, krijimet e fëmijëve, do thotë mundohemi që me i promovu fëmijët që ata me pas një opsion ose me pas një rrugë hap për të ardhmen e tyre, me di që do të shkëlqimin e tyre e kanë filluar në bazat e shkollës fillore për me vazhdu më tutje. A ka pas në nxënës që ka pas dëshirë më kanë pjesë e programit edhe s'ka pas talent, po ja ke dhënë mundësi? Në fakt, çdo individ e ka një talent specifik, çdo nxënës në shkollë është shumë i çmueshëm, edhe shkolla jonë nuk është shkollë e madhe, do thotë numëron mbi 500 nxënës, do thotë rreth 550, po siç e pat edhe ju jemi munduar me bëni një përfshirje sa më të madhe të nxënësve në program. Ka prej tyre që kanë mbet ndoshta do thotë pa u përfshi për arsye të ndryshme. Ndonjëherë është një çështje gripi, ndonjëherë është mungesa me marrë pjesë në për prova, për me u përgatit për program, e arsye nga më të ndryshmet, mirë po çdo individ i shkollës, çdo nxënës i shkollës është shumë i çmueshëm, edhe nëse jo në aktivitetet që i kemi prezantuar sot, na kemi sportistë shumë të fuqishëm, kemi nxënës që luajnë në lojra logjike, kemi nxënës që garojnë përmes matematikës e gjuhëve të huaja kështu me radhë, prandaj për mos me zgjatë shumë programin, edhe pse ishte relativisht i gjatë, mirë po për mos me zgjatë shumë ka qenë pamundur, ose detyrohemi me reduktu, po me reduktu disa prej talenteve të cilët kanë rastin në dita të tjera. Do të se na gjatë gjithë vitit kemi aktivitete, gjatë gjithë vitit mbajmë, do të shënojmë data të ndryshme, edhe qofshin ato historike, ditë botërore të ngjarjeve të ndryshme, kështu që mundohemi që sa më shumë i shpërfaq talentet e tyre. Çfarë mesazhi ju kishe dhënë gjithë prindërve, cilët i kanë fëmijët në bërë shkolla? Përgjithësi, jo vetëm këtë shkollë. Duke fillu prej asaj se edhe ne vetë jemi prind, baza e edukimit
është në familje. Na e zhvillojmë atë që ajo që ndërtohet në familje. Do thotë, kështu që roli i prindit në zhvillimin e një individi është jo tepër i madh, po është i jashtëzakonshëm duke pas parasysh që na po ndërtojmë një njeri. Dhe nëse na e ndërtojmë në mënyrën më të mirëfillt, nëse na japim kujdesin e duhur, ja kushtojmë kohën e duhur, atëherë gjatë gjithë jetës do të jemi krenar me virtytet e fëmijëve. Thjesht fëmijët janë ata që prindi investonte qoftë në kohë, qoftë në do të mundësi edhe në secilin aspekt. Kështu që trekonshi, jo kot thonë që trekonshi prind, nxënës edhe mësimdhënës është i pa shmangshëm edhe asnjëri prej do thotë prej këtyre faktorëve nuk mund të zaventsohet nga një palë tjetër. Do thotë prindi nuk mund të zaventsohet nga mësimdhënësi, po as mësimdhënësi nuk mund të zaventsohet nga prindi. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Ishte kënaqësi me ju pas juve në ditën e shkollës tonë edhe faleminderit që i promovoni vlerat gjithmonë në emisionet e juja. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Ju të dashur me që rrini me neve sepse gjanat e mira i sjellin veç na. Kosova Info ju informon për çdo gjë. Jam këtu me mësuesen Valbon, e cila sot ka marrë një mirënjohje prej drejtoreshës. Se çfarë do të na thotë mësuesja Valbon? Përshëndetje. Përshëndetje, kushtrem. Mësuesja Valbon, ju keni një klasë tonë në cilën Po, unë jam mësuese këtu në shkollën Mitro Shkoteli, me klasën e dytë punaj si vjetë. në klasën e dytë. Sot e ke marrë një mirënjohje prej drejtoreshës. Po e mora. E more. E mora. Do me thonë, sot a kanë xhelozu kolegët tua, mo kallzon drejt, E para që dua të them nuk e prita, e kom pa që se ke prit. e pas një pa dhe jo, sigurisht e keni vrejt prej sjellje dhe emocioneve të mia, nuk e prita. E dyta, pse nuk e prita, se në shkollën tonë kemi staf të mrekullueshëm, nuk është veç Valbona këtu, po besoj kemi edhe kolege tjera që punojnë shumë, janë të përkushtueshme, janë mësuese të mira dhe kam konkurrent, tham të drejtën, dhe për këtë arsye faku befasova, nuk e prita. Megjithatë, unë e falenderoj drejtoreshën për vlerësimin e dhënë, sinqerisht, gjithsecili mësimdhënës mundohet me bë më të mirën, por në këtë aspekt edhe unë jam mundu me bë më të mirën. I kam 20 nxënës. 20 nxënësa. Pa. Cili është raporti juaj mes prindve dhe nxënësave? Shiko shtrem, unë këtu punoj që nga viti 2009 dhe është gjenerata e 4 që punoj me nxënës. Kam një raport shumë të mirë me prindrit, po edhe me fëmijët, dhe besoj që vetë fakti tregon që sa kohë jam këtu tregon edhe raportin edhe atë trekonqin që e quajmë ne mësimdhënës, prindër edhe fëmijë. Shpeshherë kam cek që kemi nënshkru kontrata të punës, po në kontratën më të mirën e nënshkruj me fëmijë dhe me prind. Kjo më kam bajt mua, edhe gjithmonë ajo sjellja e prindërve mjep kurajo, mjep forcë, mjep vullnet, motivon që unë me vazhdu me bo më të mirën të mundshme për fëmijët e tyre. Është një dhuratë, për secilin prind fëmija është dhuratë e çmueshme, dhe unë i falenderoj shumë ata që mi kam besu fëmijët tjenë në dorën time dhe të mvarën prej mësues Valbon në edukimin dhe arsimimin e tyre. E unë do të mundohem, për sa mundem, për atë sa mundem, do të mundohem të bëjmë atë mirën. Gjithmonë po e ceke duke përdorur metoda, teknika, strategjit punës, bashkohore që i themi ne, metoda të reja bashkohore, kështu që po mundohemi kushtrem. Çfarë mesazh ju kishte dhënë gjithë prindve që kanë fëmijë, jo vetëm këtë shkollë, po kudo që kanë fëmijë? Unë ju kisha dhënë një mesazh që të punojnë me fëmijët shumë, të mirën me ta, sidomos në edukimin e tyre. Të ulen edhe të bashkëbisedojnë me fëmijët, mos t'ja ndërpresin fjalën, mendimin, t'i lojnë ata me u shpreh lirshëm, sinqerisht sepse fëmijët janë e gjithë bota. Për neve, fëmijët janë e ardhmja jonë, ne presim shumë prej tyre. Kështu që duhet me javë
nda kohën, mi ju dhonë kohë që më shprej për me kuptu botën e një fëmive. Nuk është letë. Nuk është letë, është sfidë, por për neve është mision. Kështu që ne mundohemi me bo ma të mirën të mundshme për fëmijët e për gjitha ata. Prind jam edhe vetë, nuk është e letë në kohë. Për prind. Po, mesazhi im për prindrit është me punu sa ma shumë me fëmijët, mi përcjell fëmijët. Jo vetëm brenda shkollës, edhe jashta shkollës, edhe në për aktivitetet tjera jashta shkollës, qofshin ato artistike apo sportive. Kjo i bën fëmijët edhe në dukim më të mirë, edhe në sjellje, edhe në gjithë shka, dhe më thone, forcan një fëmi. Jo vetëm brenda shkollës fëmijën ta sjell prindje edhe ndoshta matutje mos më marrë ta. I los që të mirën me fëmi. E mesazhi jet për gjithë kolegët e tua të punës. Jo vetëm këtë shkollë, po krejt Kosovën. Unë po e jap një mesazh. Punoni, sepse sinqerisht nuk pres shpërblime. Nuk bëj punë për shpërblime, as për vlerësime. Unë bëj punë sepse e dua. Këtë profesion që e kam përzgjedh, gjithmonë e kam e ndru, si ere ose si fëmi. Po e dua thjesht këtë punë, dhe dua me punu, edhe me punu. Kështu që nuk bëj punë me këthy kokën mbrapa kush po më shikon ose po më shet dikush çka po bëj. Valbona nuk e bën këto. Valbona punon, nuk e vras mendjen kush më shikon. Se e di që njerëzit shikojnë, njerëzit përcjellin, qoftë prindrit, komuniteti për rreth, përcjell, sheh. Kështu që vetëm me punë keni me arritën atë çka doni vlerësimin edhe të gjitha edhe përkrahjen edhe besimin e prindërve dhe gjithë komunitetit për me ta pru fëmijën. Kështu që ka me vazhdu prap. A mërzitesh 5 vite një gjenerat, kur i përcjell? Pyetje. Po qysh mërzitesh? Sinqerisht, 5 vjet me një fëmijë. Familiarizohesh. Nështë ta keq po tham që po e tham familiarizohesh, veç sinqerisht 5 vjet nga klasa e parë me përcjell një fëmijë deri në klasën e 5. Dhe në fund është ai momenti i ndarjes që i ka emocionet e veta, por unë po tregoj që nxënësat e mi kur dalin në klasë 6, 3 gjenerata i kom përcjell, dhe unë shpesher ju kam thënë kolegëve të mi që në klasën e 6 kur po dalin këta dhe po tregohen me rezultate dhe me rritjet suksesit, unë po e jap një provim në çdo herë kur nxënësat e mi dalin në klasë 6. Edhe gjeneratën që kom përcjell, ka qenë një fakt interesant që pak nga notat, nuk jam nga ata mësuesit që fry notat shumë, i motivojmë fëmijët deri me një pikë caktume, por jo edhe me fry notat 5, siç është ai mentaliteti ndoshta tek njerëzit që mësuesit japin 5, jo tek ona ajo nuk është, prindrit këtu në mat e din kush është mësja Valbon dhe e din pak a shumë edhe vlerësimin që e bëjon. Një moment po e ceke që nxënësat që kanë dalë në klasë 6, nga ata 11 që i kam nxjerrë shkëlqyshëm, në klasën e 6 kanë dalë 16 pastaj. Kështu që ka qenë domethënë një rritje e suksesit dhe për këtë arsye ndihem shumë krenare, shumë e kënaqur. Fal bashkëpunimit edhe të prindërve, se vetë ndoshta është problem me arrit këtë sukses. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Faleminderit kushtrem, faleminderit që ishi sot me ne. E ju të dashur me që rrini me neve, sepse gjonat e mira i sillën veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.